ua prezentojmë audiolibrin e radhës, fragmente nga jeta e sahabeve, shkruar nga Dr. Abdurrahman Rafet El Basha. Me emrin e Allahut, mirëbërësit e mëshiruesit. O Zoti i madhërisëm, unë i desha sahabët e pejgamberit tënd, Muhamedit a.s. me një dashuri të qeltërt e të sinqert. Andaj më afro pranë cili do prej tyre në ditën e llahtarisë së madhe, në ditën e gjykimit, me që ti, o i gjithëmëshirshëm, e di se ata nuk i desha për asgjë tjetër, përveç për hir të dashurisë së madhe ndaj teje. Abdurrahman Rafet El Basha. Suraku ibn Malik. Si do të duket ty, o Suraku, kur do t'i veshësh dy rrathët nga ari i Kisraut, Muhamedi a.s. Një mëngjes, kur i shetët lëviznin të friksuar dhe të tmerruar. Në vendtubimet e tyre, u përhap lajmi se Muhamedi a.s. ishte larguar nga Meka, fshehurazi në për errësirë të natës. Megjithatë, krerët kurejshit nuk i besuan lajmit. U fotën në çdo shtëpi të fisit Benu Hashim për ta kërkuar pejgamberin a.s. E kërkonin dhe pyetnin për të në çdo shtëpi të shokëve të tij, derisa erdhen në shtëpinë të Ebu Bekrit. Atyre ju doli përpara e bia e Ebu Bekrit, Esma. Ebu Gjehli e pyeti atë: "Ku është baba yt, oj vajzë?" Ajo ju përgjigj: "Nuk e di ku është ai tani." Ebu Gjehli ngriti dorën dhe i ra asaj në faqe me një të rame, sa që ja hodhi për toke vathin e saj. Krerët e krisur kurejshit u çmendën kur u bindën se vërtet Muhamedi a.s. e ka lëshuar Mekën. Ata mobilizuan çdo gjurmues që ishte i aftë të i njohë dhe ndjek gjurmët për ta përcaktuar rrugën të cilën e ka ndjekur Muhamedi a.s. Të gjithë shkuan së bashku për ta kërkuar atë. Pasi që arritën te shpellat Thevr, gjurmuesit ju thanë kurejshitëve: "Për Zotin, shoku juaj, aludojnë në Muhamedin a.s. nuk e ka kaluar këtë shpellë." Ata nuk gabuan kur u thanë këtë kurejshitëve, sepse Muhamedi a.s. dhe shoku i tij, Ebu Bekri, ishin brenda në shpellë, kurse kurejshitët qëndronin mbi kokat e tyre mbi shpellë. Ebu Bekr e Sidikut, kur shikoi këmbët e njerëzve që lëviznin mbi shpellë, filluan të i rrjedhin lotët. I dërguari i Zotit Xheleshanehu i hodhi një shikim të dashur, por njëkohësisht paksa qortues. E Sidiku dënesi dhe tha: "Për Zotin, nuk qaj për veten time, por nga frika që nuk dëshiroj të të shoh në hall, o pejgamber i Zotit." I dërguari i Zotit, duke e qetësuar atë, i tha: "Mos u brengos, o Ebu Bekr, sepse vërtet Allahu është me ne." Atëherë, Zoti qetësoi zemrën e Ebu Bekrit, i cili zuri të shikoi këmbët e njerëzve dhe tha: "O i dërguari i Zotit, po të shikonte njëri prej tyre në vendin ku qëndron me këmbët e tij, gjithsesi do të na shihte edhe neve." Në këtë i dërguari ja ktheu: "Ç'mendon ti, o Ebu Bekr, kur them se aty ku janë dy veta, edhe Allahu është me ta?" Këtu, ata dy dëgjuan një të ri nga kurejshitët, i cili ju thoshte njerëzve: "E jani në shpellë dhe të shikojmë në të." Umeje ibn Halef i tha atij me ironi: "A nuk e sheh këtë marimang, e cila e ka bërë rrjetën e vet mu në derën e saj? Për Zotin,
Ajo është më e vjetër se vetë lindja e Muhamedit. Megjithatë, Ebu Gjehli tha për Latin dhe Uzan, megjithatë, ma merr mendja se ai është afër nesh. Dëgjon çka themi dhe shikon se çka bëjmë. Por magjia e tij na i ka vërbuar syt e nuk shohim. Megjithatë, kurajshitët nuk hoqën dorë nga çështja e gjurmimit të Muhamedit a.s. e as që u sprapsën nga synimi i tyre për ta ndjekur. Dërfiset e shtrira për gjatë rrugës tërmjet Mekës dhe Medinës shpallën lajmin, ai i cili u asjell të gjallë apo të vdekur Muhamedin a.s. do të fitoj 100 deve të racës më të mirë. Suraka ishte në njërin nga vendtubimet e njerëzve të tij në Kudejt, afër Mekës. Erdhi një i dërguar nga kurajshitët dhe hyri brenda. Ai i dha lajmin senzacional për shpërblimin e madh të cilën e premtuan kurajshitët për atë që u asjell Muhamedin a.s. të gjallë apo të vdekur. Suraka, posa dëgjoi lajmin për shpërblimin prej 100 devesh, shfaqe interesim dhe i hyri lakmia, por ai u përmbajt dhe nuk e tha asnjë fjalë të vetme, me qëllim që të mos lakmojnë të tjerët. Para se të ngritej Suraka nga tubimi, aty hyri njëri prej njerëzve të tij dhe tha: "Për Zotin, tani pranë meje kaluan 3 njerëz dhe unë mendoj se ata janë Muhamedi a.s., Ebu Bekri dhe udhërrëfyesi i tyre." Por Suraka i u tha atyre: "Jo, ata nuk janë personat që i kërkojmë, por janë bijtë e filanit, shkojmë për të kërkuar një deve të tyre të humbur." Njeriu tha: "Ndoshta janë ata," dhe hishti. Pastaj Suraka qëndroi edhe pak kohë për të mos ia tërhequr vëmendjen ndonjërit prej të pranishmëve me ngritjen e tij nga vendtubimi. Pasi që njerëzit filluan një bisedë tjetër, ai u tërhoq qetas dhe pa u vërejtur prej tyre. Shkoi me nxitim në shtëpinë e tij e urdhëroi shërbëtoren që t'ia nxjerrë kalin e tij jashtë dhe që ta lidh në mes të luginës, pa u vërejtur nga njerëzit. Ai urdhëroi shërbëtorin e vet që t'ia përgatit armën, të ja nxjerrë atë nga ana e prapme e shtëpive, që të mos e shoh askush dhe ta vendos në një vend afër kalit. Suraka ka qenë njëri prej kalorësve të rrallë të fisit të tij, shtatgjat, vigan, gjurmues i mirë dhe shumë i durueshëm në përballimin e mundimeve dhe vështirësive të rrugës. Suraka veshi këmishën e tij të hekurt, ngjeshi armën, kërceu mbi shalë të kalit dhe filloi të ngutet për udhëtim që ta arrijë Muhamedin a.s. para se ta kap ndonjëri para tij dhe që të triumfoj e ta marrë shpërblimin e madh të kurajshitëve. Përveç tërë kësaj, ai ishte shumë i shkathët, i mençur dhe i ndjeshëm, kurse kali i tij ishte prej kuajve të racës më fisnike. Derisa Suraka po nxitonte duke kaluar vendet me shpejtësi, kali i tij pa pritmas zuri në thua. Ai ra nga shala, u bë pesimist dhe pyeti: "Ç'është kjo?" U bësh copë grim, o kal, dhe përsëri hypi mbi shpinën e tij, por nuk shkoi larg dhe kali i tij prapë zuri në thua. Atëherë i ushtua pesimizmi dhe vendosi për të u kthyer. Megjithatë, nuk u tërhoq nga vendimi për shkak të lakmisë së tij për 100 devet e premtuara. Suraka nuk u largua shumë nga vendi ku kali zuri në thua, kur pa Muhamedin a.s. me 2 shokët e tij. E shtriu dorën te harku i tij, por ajo i u shtang në vend. Kjo i ndodhi për shkak se ai pa këmbët e kalit të tij duke sharruar në tokë, kurse tymi ngritej para tij dhe o ambyllte syt që të dyve e shtyri kalin
por ai tash më kishte sharruar në tokë, sikur të ishte i gozhduar me gozhda hekuri. U drejtua ka pejgamberi a.s. dhe shoku i tij Ebu Bekri dhe tha me zë të shterur: O ju dy, luteni për mua Zotin tuaj që të i liroj këmbët e kalit tim, e unë do të tërhiqem nga ndjekja juaj. Pejgamberi a.s. u lut për të, kurse Perëndia për hir të tij i liroi këmbët e kalit të Surakës. Nuk vonoi dhe ndjenja lakmitare e tij përsëri u trandën. E shtyri kalin përpara ka ata dy, por këtë herë këmbët e kalit sharruan dhe u futën në tokë më tepër se herën e parë. Kërkoi ndihmë prej atyre dyve, Muhamedit a.s. dhe Ebu Bekrit, duke thënë: Ja, merrni ushqimin tim të përgatitur për udhëtim, pajisjen dhe armën time. U jap besën e Zotit se do t'i kthej mbrapa të gjithë njerëzit që janë pas meje. Ata i thanë: Nuk kemi nevojë për ushqimin dhe pajisjen tënde, por kthej njerëzit mbrapa. Pastaj pejgamberi u lut për të dhe u liruan këmbët e kalit të Surakës. Mbasi që vendosi për të u kthyer, i thirri që të dy dhe i u tha: Ndaloni pak, t'u them se për Zotin nuk do t'ju vi asgjë e keqe nga unë. Pejgamberi dhe Ebu Bekri i thanë: Ç'kërkon prej nesh? Suraka tha: Për Zotin, o Muhammed, unë vërtet e di se do të triumfoj feja jote dhe do të lartësohet çështja jote. Atëherë të lutem, më premto se kur do të vi në shtetin tënd, do të më nderosh dhe më shkruaj një shkresë për këtë. Pejgamberi e urdhroi Abu Bekrin, ai shkroi mbi një kock e i shkruari atij. Me që Suraka vendosi për t'ju kthyer, pejgamberi a.s. i tha: Si do të duket ty, o Suraka, kur do t'i veshësh 2 rrathët nga ari i Kisraut? Suraka i habitur tha: Të Kisraut, birët të Humuzit, mbretit persian. Pejgamberi i tha: Po, të Kisraut, birët të Hurmuzit. Suraka u kthye mbrapa dhe i gjeti njerëzit të cilët kishin filluar për të kërkuar të dërguarin e Allahut dhe ju tha: Kthehuni, se shikova tokën në të gjitha anët, duke e kërkuar atë pëllëmb për pëllëmb, por nuk e gjeta. Juve nuk ju është e panjohur aftësia e të pamurit tim, si dhe njohuritë e mia mbi gjurmët. Atëherë ata u kthyen. Ai nuk i tregoi askujt se çka i kishte ndodhur me pejgamberin a.s. dhe shokun e tij, Ebu Bekrin, gjërsa u bint se ata kanë arritur në Medinë dhe janë të sigurt nga ana e armiqve të tyre. Atëherë dha lajmin dhe tregoi për ngjarjen. Mbasi që dëgjoi Ebu Xehli për rastin e Surakës me pejgamberin a.s. dhe qëndrimin ndaj tij, e qortoi atë për kinse poshtërsinë, paaftësinë dhe frikën e tij që e ka lëshuar rastin. Suraka, duke u përgjigjur në qortimin e tij, tha: O Ebu Hakem, për Allahun, sikur ti të ishe dëshmitar për çështjen e kalit tim, kur këmbët e tij i sharruan në tokë, do ta dije dhe nuk do të dyshoje se vërtet Muhamedi është i dërguar me argumente. E cili do të ishte ai që do t'i bënte ballë? Ditët kalonin, kurse Muhamedi a.s. i cili doli nga Mekka i ndjekur, i përzën dhe i mbrojtur nga terri i natës, tani kthehet në të si një zotri çlirimtar, për ti vringëllojnë mira shpata të bardha dhe shtiza të zeza. Ndërkaq, kur i shetët në anën tjetër që ishin mendjemdhenj, kokfort dhe shkaktonin nga tërresa në vend, tani e presin atë pejgamberin të friksuar dhe të hutuar, kërkojnë nga ai duke thënë: A thua,
çka do të bësh me ne? E ai ju përgjigj me urtësinë dhe mëshirën e pejgamberëve: shkoni, jeni të lirë. Me atë rast, Suraka ibn Maliku përgatiti devën e tij dhe shkoi te pejgamberi i Zotit që të shpallë se hyn në Islam në prezencën e tij, kurse me vete kishte shkresën të cilën ja kishte dhënë atij pejgamberi para 10 vjetësh. Suraka ka thënë: kur arrita te i dërguari alayhis salam në El Gjirane, ju afrova një grupi të shokëve të tij nga ensarët. Ata filluan të më sillnin me pjesën e prapme të heshtave duke thënë: largohu, çka po dëshiron. Unë megjithatë vazhdoja duke qarë radhët e tyre, gjersa arrita pranë të dërguarit të Zotit xheleshanehu. Ai kishte hypur mbi devën e tij e unë ngrita dorën në të cilën kisha shkresën dhe thash: o Resulullah, o i dërguari i Zotit, unë jam Suraka ibn Malik, kurse kjo është shkresa juaj për mua. Pejgamberi alayhis salam atëherë tha: afrohu pranë meje, o Suraka, afrohu. Kjo është dita e përmbushjes së zotimit, sinqeritetit, besnikërisë dhe mirësisë. Arrita te ai dhe e pranova Islamin para tij. E arrita hajrin dhe mirësinë e tij. Vetëm disa muaj më vonë, pas këtij takimi të Surakës me pejgamberin alayhis salam, me dëshirën e Allahut, Muhamedi alayhis salam kaloi në fqinësi të tij, ndërroi jetë. Suraka u pikëllua shumë për pejgamberin alayhis salam. Zurit t'i kujtohej ajo ditë kur kishte vendosur ta vras për 100 deve. Si mund të bëhej ajo vepër e ndyer, mendoi ai. Kurse sot të gjitha devet e botës nuk vlejnë tek ai sa të zi të thonit të pejgamberit alayhis salam. Filloi ta përsëris fjalin të cilën ja kishte thënë atij pejgamberi alayhis salam: si do të duket ty, o Suraka, kur do t'i veshësh 2 rath nga ari i Kisraut, duke mos patur dyshim fare në atë, sepse ai gjithsesi do t'i vesh 2 rathët e arit për duar të Kisraut, mbretit persian. Edhe më pastaj ditët kalonin sikurse herave tjera, ndërsa pushtetin e mori El Faruku, Omeri radiallahu anhu. Gjatë kohës së sundimit të tij, ushtria muslimane u vërsol mbi perandorin persiane, ashtu siç fryen dhe vërsulet fortuna. Ai filloi të thyej fortifikatat, kurse ushtrit persiane filluan të besojnë disfat pas disfate, të lëkunden fronet, të i humbasin pasurit, gjersa Allahu u ahoqi nga dora perandorin e persianëve. Një ditë, gjatë kohës së fundit të sundimit të Omerit radiallahu anhu, në Medin arritën të dërguarit e Sad ibn el Waqasit dhe uranin halifin e muslimanëve përfitore. Ata bartnin një të pestën e plaçkës së luftës, të cilën e kishin fituar luftëtarët për ta derdhur në arkën shtetërore të muslimanëve. Mbasi që i u qitën pasurit përpara Omerit radiallahu anhu, ai shikoi me habi. Në to ishte edhe kurora mbretërore e Kisraut, e stolisur me arë dhe margaritar, kurse rrobat e tij të thurura me penjë prej ari. Ndërsa krahroja e tij e thurur dhe stolisur me xhavahir, me gurë të çmueshëm. 2 hallkat rrathët e tij, të tilla çfarë nuk i ka parë kurrë syri i njeriut, si dhe shumë gjëra të tjera të pakufishme prej gjërave më të vlefshme. Omeri filloi ta rrotulloi këtë thesar të çmueshëm me një shkop të cilën e kishte në dorë. Pastaj shikoi të pranishmit rreth tij dhe tha: vërtet, njerëzit të cilët e bën këtë janë besnik. Ali ibn Ebi Talibi, i cili ishte prezent në ato qaste, i tha: në të vërtet, ti o prisi besimtarve, je përmbajtur dhe ruajtur nga harami, atëherë janë ruajtur edhe qytetarët tuaj. Por sikur
mos të ishe përmbajtur e të kishe ngrënë haramin, gjithsesi edhe ata nuk do të përmbaheshin. Këtu, El Faruku radiallahu anhu e thiri Surakën, i haveshi ati këmishin e Kisraut, pantolonat e ti, rrobat e ti dhe këpucët e ti. Pastaj, i havuri shpatën në qafë, kurse rripin i avendosi në bel. Mbi kokë i avendosi kurorën mbretërore, në duar i avendosi 2 rrathët prej ari, sa të bukur ishin ata rrath. Në ato qaste, muslimanët brohoritën me zë të lartë. Allahu Akbar, Zoti është më i madhi, Zoti është më i madhi. Pastaj, Omeri radiallahu anhu u kthye nga Suraka dhe i tha: Oho, një beduin i vogël nga Benu Medlegjet, mbi kokën e tij është kurora e Kisraut, kurse në 2 duart e tij janë rrathët e tij. Mandej ngriti kokën ka qielli dhe tha: O Zoti im, vërtet ti nuk ja adhurove këtë pasuri të dërguarit tënd, kurse ai ka qenë më i dashurit e ti dhe është më i nderuar se sa unë. Atë nuk i adhurove ti as Ebu Bekrit, kurse ai ka qenë më i dashur dhe më i nderuar te ti se sa unë. Gjithashtu, atë ma solle dhe ma adhurove mua, o Zot, të lutem që të mos ma adhurosh atë pasuri mua e të më ndëshkosh. Më në fund, Omeri nuk u ngrit nga vendi, gjërsa u andau atë pasuri muslimanëve.